Kombëtarja e Shqipërisë në basketboll për meshkuj për kategorinë U20 konkurroi në Slovaki për eliminatorët e evropianit. E veçanta e këtij aktiviteti ishte sepse shef i delegacionit të kombëtarëve të Shqipërisë ishte shkodrani Roni Xheçaj. Xheçaj sapo jeni kthyer nga Slovakia dhe natyrisht një përvojë më shumë, por edhe një vlerësim më shumë për ju nga ana e Federatës Shqiptare të Basketbollit. E vërtet, ne sapo jemi kthyer nga Slovakia pas një turneu 12 ditor për Europianin e basketbollit për moshat 20 vjeçare në divizionin B, ku Shqipëria bëri disa ndeshje shumë të mira, pavarësisht sepse niveli i ekipeve në divizionin B është shumë i lartë, por vlen të theket që fituam disa lojtarë që mund të jenë protagonistë për kombëtarën e madhe. Xheçaj pasi përvojë me vllaznin U20 si trajner i parë, por edhe si zëvendës trajner me skuadrën e parë të vllaznisë në basketboll për meshkuj, kjo ishte hera e parë që ju merrni këtë vlerësim nga federata për të shoqëruar si drejtues të delegacionit shqiptar. Patjetër që jeni i kënaqur edhe nga vlerësimi. Patjetër, është një vlerësim për mua me qenë pjesë e ekipit kombëtar. Edhe sidomos si shef i delegacionit. Ishte një eksperiencë shumë e mirë, ku krijom shumë kontakte edhe me federatat e tjera, edhe për mua ishte një eksperiencë e re, por besoj që do më japi edhe eksperiencë për vazhdimsinë, edhe si trajner, por edhe si drejtues. Pjesë të kombëtarëve të Shqipërisë për U20 ishin edhe element nga Shkodra, nga ekipi i vllaznisë. Nga ekipi i vllaznisë nuk kemi pasur, por element nga Shkodra po, i cili ishte Skëndi Sinani, i cili luan në Itali, ku ka firmosur në A2 për këtë sezon, edhe Pavlo Siakaj, i cili luan në Greqi, i cili është gjithashtu nga Shkodra, ishin përfaqësuesit të Shkodrës në kombëtarën U20 në divizionin B në Slovaki. Dhe direkt nga Europiani i kategorisë U20, Federata Shqiptare e Basketbollit ka planifikuar në Shkodër Europianin U18 për meshkuj, një vlerësim për Shkodrën. Patjetër, ky është viti i dytë që Shkodra merr një turneu europian të divizionit C. Vitin e kaluar me U16 dhe sëmjet me U18, ku kemi edhe në ekipin kombëtar U18 kemi një përfaqësues nga vllaznia, i cili është Jordi Preka, i cili do përfaqësojë Shkodrën në këtë europian.